Personi yt, ideal që kishte pas çfarë me pas. Ideal. Veç me pas një ca ma t'lumtur me ta. Rëzia apo dukja të një personit e ti? Jo, dukja jo, se një i fundit, po si person brana, Ka dashni, po ka interes. Si pëlqen të? jo sa një mirë, po nështë është një kozgjatje shumë e shkurt e lidhjes për menimin tem. Ato do të thonë çdo ditë e tradhton e se don, si jep dashuri. Në varet prej personit kana e femnës, nështë edhe mundet me pas. Jo, me një zemër shumë të madhe një fukara. A punon? Me çfarë merresh? Po, e kemi studion tonë të frizerkës. A frizer keni. Do të thonë është shtene bënu frizere. Është vështirë, sidomos puna me gra është shumë e vështirë. Cili është moment më i sikletshëm që ke pas punën tonë? Ka shumë momente cikletshme, po s'po di cilën me ta specifiku kështu të një ma të veçantë. Që është shumë për njerëz të ndoshta që ti shumë. Janë donjëherë kështu ma vezveseli edhe dyqysh ki pak kanë ma shumë komplekse dhe në moment që s'ju pëlqen diçka te vetja mundon me ta lënë ty fajin, a din, s'ma ke bëti mirë qëta. Ani është pak moment ma i sikletshëm qaj nështë. A ka do na i gru, më thonë, ponëm si kjo, si një fytyrë publike ose si kjo. Shumë shpesh, vinë edhe ta mojnë telefonin që shtë të bënë ti mu që shtë. Që shtë s'unë është mu konë që ashtë se mas pari fytyre nuk e kitë njajtë, edhe është shumë normale. Çfarë kërkesa, jo, cilat më kërkesa më shumë që janë që kërkojnë si që ky person më bë për shembull. Jena kurioz me di. S'po di, tash nuk është specifik për vipa, po është marrin foto gjithsekojna. Inspirohen ashta ma shumë prej fotove që i postojmë tek faqja e studio së sene, po kështu specifik s'kam ndonjë. A që sa vite keni këtë biznes? Që 9 vite. Të ardha sigurisht të mira, shumë. Janë të mira, po qatë sa janë të mira ka dhe shumë shpenzime. Njëjtën kohë do me thonë, po nuk është që s'mundesh me i mbulu. Për shembull, një ditë, praktikisht, sa kish punon një jetë ju në sezon, a ka shpejt mëdha që mbesi? Jo, nuk janë edhe shumë të mëdhaja, po sa me i mbulu shpenzimet e lokalit edhe me bu një jetë të mirë, janë taman. Për shembull, një ditë a ka më herë me marrë 1000 euro? Ndodh, po. Ndodh. Shumë shpesh jo, po ndodh. Shifra më e madhe që keni marrë është ndonjëherë kështu se ndaj ditë që u kanë shumë e veçantë. S'po di, nuk po di sa me thonë. Nuk po di. Nuk s'po di sa me ta cek ashtu, po çashtu 700, 800 është ta. Apo investojnë sot gratë. Kamrat, për dukje. Urna? Apo investojnë? Po investojnë. Investojnë qatë sa kanë ankesa, po edhe investojnë shumë. E më pëlqen që kjo sen shumë të femnat. Që investojnë? Po. A je prova përfundur të në intervenimeve që po bëjnë shumë ndryshim fytyrë, ndukje, të fillu për botoksi deri te Shumë jo, po diqysh nuk e di s'është edhe kisha mujt nashta me i gjyku ashtu shumë. Kështu që po më pëlqejnë shumë. Sipas te është, ma vini femër natyrale apo një që ka ndryrje, që bën shumë ndryrje? S'po di, nuk më i gjyku asnjë anë. Pëlqejnë të dyjat më pëlqejnë. Varet prej fytyrës. Si për shembull, a kishte ndërhyr diçka me to? Për momentin jo, ma vonë nuk e di. Ç'tash pas ndërhyrjes? Ç'tash jo. Natyrale. Po. Me kështu me jetën private, dashnin, a ke gjetë? Jo. Po, është lirë, alo. Personi yt, ideal që kishte pas çfarë me pas. Ideal. Veç me pas një ca ma t'lumtur me ta. Qaja është me marrëndësi dhe me pas një respekt të veçantë me ta. Rëzia apo dukja të një personit e ti? Jo, dukja jo, se një i fundit, po si person brana. Çka për shembull më shumë që kishe mujt me vlerësu diçka ti? S'po di. Çka kisha mujt shumë me vlerësu, po thjesht në personalitet e kisha vlerësu shumë. Si person brana. Se disa femra pasuria i mbyti në dashni. S'ka dashni, po ka interes. Si pëlqen të? Jo sa një mirë, po nështë është një kozgjatje shumë e shkurt e lidhjes për menimin tem në qëtë mënyrë. Si pëlqen këtë dashurinë materialiste shumë? S'po muj me komentu qatë shumë, ama jo sa një mirë. Për mu jo. A mund të pas dashurinë një person nëse ka milionat, e ato do të thonë çdo ditë e tradhton e se don, si jep dashuri. Në varet prej personit kana e femnës, nështë edhe mundet me pas. Çka me do? Mund të pas dashuri? Mundet me pas. Mundet me dashuri një person? Mundet. Po jo të gjithë. Po jo gjithë, jo, po
Sa për ato po. Ma mirë një mashkull fukara me zemër të shumë që dashuron apo një i pasur sipas teje? Jo, me një zemër shumë të madhe një fukara. Çfarë kishte thonë gjithë femra me një mesazh? Për kana e dashnis apo në përgjithësi. Si dashni? Ju kisha thonë vetëm as pari duheni veten, edhe jepini dashni vetës sa më shumë. Masani mundeni me shpërnda dashni edhe me njerëz tjerë. Faleminderit. Si të më të mira, sukses më shumë të alshin punë. Faleminderit.